Ambasadori I prezencës së OSBE-s në Shqipëri, Michel Taran, deklaroi se protestat qytetare janë një element normal I demokracisë, ndërsa sfida kryesore për politikën shqiptare betet ndërtimi I një dialogu konstruktiv mes palëve. Taran vlerësoi faktin se protestat në Shqipëri zhvillohen kryesisht në mënyrë paqësore, duke respektuar të drejtën e qytetarëve për të shprehur. Protestet janë një aspekt normale e jetës demokratike dhe shumë gëzohem që Shqipëria u bëu tani një vend ku protestë të tillë mund të kenë pjesë, mund të organizohen edhe në mënyrë shumë qytetare, në mënyrë shumë paqësore. Ka patur disa incident, por në përgjithësi nëse shikon pas më shumë se një muajve nuk ka patur incident të rëndësishme. Duke komentuar klimën politike në vend, ambasadori u ndal edhe tek niveli I lartë I polarizimit, duke theksuar se ekzistenca e forcave të ndryshme politike është një karakteristikë normale e demokracisë. Fakti që ekzistojnë polët 2 ose 3 ose më shumë polët në fushë politike është diçka normale. Është tamam karakteristika e vendeve demokratike. Sa I përket dialogut politik në vendin tonë, ambasadori nënvizon se nuk është në nivelin e duhur.